Përshëndetje, sot po përgatisim kifle të buta të shishme me çoko krem, Nutellë ose me çkado që ju doni mund ta bëni mbushjen. Fillojmë. Për të përgatitur brumin, fillimisht na nevojiten 500 ml qumsht, të cilin e kemi ngrohur. Këtu shtojmë 2 lugë të gjellës me maja buke të thatë. Sheqer shtojmë 6 deri në 8 lugë të gjellës. Vazhdojmë i përzijmë mirë e pastaj e lëm për 5 minuta që të pushoj maja e bukës të aktivizohet. Pas 5 minutave vazhdojmë shtojmë 2 vezë të plota. 100 gram margarin të shkrirë ose gjalpë. Shtojmë mielin në fillim pak, pastaj 1 lugë të mesme kryp, i përzijmë përbërësit edhe kështu, pasi që të përzihen mirë dhe të bashkohen, do të shtoj mielin gradualisht nga pak derisa ta formoj brumin. Në total për këtë recetë mu deshtën dykon rreth 900 gram miell. Mirë po, mielin gjithmonë e kontrolloni, varësisht nga mallësia e vezëve, edhe miell mund t'ju shkoj më pak ose më shumë. Pra e kontrolloni, mos e bëni brumin shumë të fortë. Po vazhdojmë po e përzijmë derisa brumi të fillojë të trashet. Për ta përzier brumin më mirë, vazhdojmë e ngjeshim në tavolinën e punës për 2 deri në 3 minuta. Mandej do ta lajmë tek ena, e mbulojmë edhe e la në ambient të dhome për 1 orë e gjysmë, derisa brumi të fryhet mjaftueshëm mirë. Pasi është gati, tash e largojmë edhe e vendojmë në tavolinën e punës. Nuk e ngjeshim, vetëm se do ta ndaj brumin për gjysmë, do të formojmë 2 kuleç. Edhe tash i la njërin kulaç që të pushoj anash derisa të përgatisim kulaçin e parë. E mbulojmë, e lajmë anash, vazhdojmë edhe përgatisim kulaçin e parë, duke holluar kështu edhe duke hapur një petë të madhe. Brumi ju shkon shumë lehtë, edhe kjo teknikë dhe mënyrë e përgatitjes së kifleve është e lehtë edhe e shpejtë. Në fund e kthejmë nga ana tjetër, e hollojmë pak edhe vazhdojmë bëjmë ndarjen e kifleve. Fillim me shpejtën në 4 pjesë ndajmë, mandej secilën pjesë në mes, edhe kështu nga secila pjesë po dalin 4 kifle. Mbushjen e kifleve kam vendosur me bë me çoko krem ose Nutellë, varësisht si doni me bë mbushjen. Mund t'i mbushni edhe me marmeladë ose reçel. Nga pak, pastaj secilës pjesë i japim formën e kifleve. Bëhen të buta, të lehta, të shpejta, të shishme. Pra janë ideale për fëmijët, për vikend mundeni mi përgatit, por edhe kur të dëshironi. Për të gjithë nënat që janë në shtëpi, mund t'i përgatisin sa herë që dëshirojnë. Pastaj kiflet duhet që t'i vendosim në tepsi për pjekje.
Pasi përfundua me kulaçin e parë, vazhdojmë edhe me kulaçin tjetër në të njëjtën mënyrë. E pasi të përfundojmë, kiflet i mbuloj, i la kështu edhe për 30 deri në 45 minuta, derisa të fryhen kështu si në video. Pra duhet që të pushojnë mirë, edhe në fund para se me i shti me i pjek, i lyej me qumsht mbi. Furrën e shporetit e kam lëshuar që të nxehet 10 minuta para se me i shti kiflet me i pjek në temperaturë 180 gradë. Pra mbi kiflet po i lyej me qumsht edhe i shtim në furrë të parangrohur në temperaturë 180 gradë për 20 minuta. Pasi kiflet janë pjekur, pas 20 minutave i kam larguar nga furra. Marrim pak margaren edhe mbi i lyej me gjalp ose pak margaren. Kështu këto nuk vendojnë kore edhe bëhen shumë të buta. Mundeni me i mbulu dhe pas 10 minutave këto veç do t'jenë gati. Tash na mbetet vetëm se t'i provojmë edhe të shohim se a janë ba të mira ose jo. Janë të buta, janë pjek mjaftueshëm mirë, edhe shohim edhe nga brenda se si janë bërë. Bëhen të mira, të shishme, është mirë ta provoni këtë recetë edhe na shkruani në koment nëse ju ka pëlqyer ose jo. Na shkruani nga cili qytet po na shikoni. Kjo ishte e gjitha që kishim përgatitur për sot. Shpresoj se edhe kjo recetë ju ka pëlqyer. Mirëmbëjtje deri në recetën tjetër të radhës.